Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Mirëmëngjesi të dashur dëgjues, kudo që jeni, ju ftojmë në këto qaste që të fillojmë ditën me lutjen zyrtare të kishës, liturgjinë e orëve, gjithsesi lutjen e mëngjesit. Sot është e diel, java 32 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu të është për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ja tashmë hija e natës, por rallohet, agimi i dritës në të kuq flakron. Në çdo përpjekje të gjithë le të lypim, të plot pushtetshmin. Që hyj i dhimbshëm për ne të largoj çdo angështi, të na dhuroj shpëtimin, na dhënë dhe neve nga mëshira e Atit, mbretëritë e qiejve. Këtë na dhuroft hynia e lumnueshme, e Atit e Birit dhe barazi e shpirtit shenjt, lavdia e të cilve u shtoft në përmbar botën. Amen. Antifona e parë. Falënderoni Zotin sepse e amshuar është dashuria e tij. Aleluja. Psalmi 118, këngëzimi dhe fitoreje. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij. Le të thotë është i Izraeli se ai është i mirë, e amshuar është dashuria e tij. Le të thotë tani shtëpia e Aronit, e amshuar është dashuria e tij. Le të thonë tani ata që druajnë Zotin, e amshuar është dashuria e tij. Në vështirësi e thira në ndihmë Zotin. Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi. Zoti është me mua, zdruaj se kaq më bën njeriu. Me mua është Zoti ndihmëtari im, për asgjë i bëj armiqtë e mi. Më mirë është të strehohesh te Zoti, si të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti, se të kesh besim në princa. Më rrethuan të gjithë paganët, i shfarosa me fuqi të emrit të Zotit. Rreth e përçark më rrethuan, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarr që merr flak ndër fera, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më shtyn, më dhan shtytje për të më rrëzuar, por Zoti që e ndihma ime, fuqia ime e lavdia ime është Zoti, ai është shpëtimtari im. Ja prit më gëzimi e ngadhnimi në tendat e të drejtëve. E djathta e Zotit u madhërua, e djathta e Zotit më lartësoi, e djathta e Zotit u madhërua. S'do të vdes, të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Me ndëshkim të rënd, Zoti më ndëshkoj, por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hap një dyert të drejtësisë, dua të hyj e t'i thur lavde Zotit. Ja, këtu është dera e Zotit, në për të do të hyjnë të drejtët. Do të falenderoj sepse më ke vështruar dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sy tanë. Kjo është dita që na e dhuroi Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. Ma jep o Zot shpëtimin tënd, deh o Zot, jep të mbarën. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyj është Zot, ai na ndriçoi, rendituni të gëzuar në rreshtin kremtor, me rrema në dorë deri në ballë të lterit. Ti e hyj im, ty të falenderoj. Ti e hyj im, unë të madhëroj. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij. Lavdiatit e Birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Falenderoni Zotin sepse e amshuar është dashuria e tij. Aleluja. Antifona e dytë. Aleluja, veprat e Zotit, bekojeni Zotin. Aleluja.
Kënga marrë nga libri Danielit profet, kapitulli 3, rreshtat 52 deri 57. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. I bekuar je, o Zot, hyji i jetërve tanë. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri shenjt i lavdisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në tempullin e lavdisate të shenjt. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je ti që shqyrton humnerat e që rrimbi kerubin. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, veprat e Zotit, bekojeni Zotin. Aleluja. Antifona e tretë. Çdo gjallës le ta lëvdoj Zotin. Aleluja. Psalmi 150. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Lavdërojeni hyjin në shëtroren e tij. Madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore. Lavdërojeni për veprat e madhërueshme të tij. Lavdërojeni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të boris. Lavdërojeni me harpe me citar. Lavdërojeni me tupane valle. Lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingëlluese. Lavdërojeni me cimbale brohorie. Gjithçka që merr frym, le ta lavdëroj Zotin. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Çdo gjallës le ta lëvdoj Zotin. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra e 2 e Timoteut, kapitulli i 2. Kujtoje Jezu Krishtin të ngjallur nga të vdekurit, nga trungu i Davidit, sipas ungjillit që unë predikoj. E vërtetë është kjo fjalë, nëse ne vdiqëm bashkë me të edhe do të jetojmë. Nëse durojmë në çndresë, bashkë me të do të mbretërojmë. Nëse i bie mohit, edhe ai do të na bjerë mohit. Nëse ne nuk jemi besnik, ai mbetet besnik, sepse ai kursesi nuk mund ta mohojë vetveten. Përgjigja e shkurtër. Të falenderojmë o Zot dhe e thërasim emrin tënd. Të falenderojmë o Zot dhe e thërasim emrin tënd. I shpallim mrekullitë tua. Dhe e thërasim emrin tënd. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Të falenderojmë o Zot dhe e thërasim emrin tënd. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Kush çmohet i denj për botën tjetër, është bir i ringjalljes, biri i hyjit. Kënga Zakaris, sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet. Sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimit që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tetëlartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur rrugët, për ta vënë dieni popullin e tij, se hyji do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin,
për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. kush çmohet idenë për botën tjetër, është bir i ringjalljes, bir i hyjit. Lutjet e besimtarve. Me zemra të gëzueshme t'i shpallim lavdi Zotit të fuqishëm dhe të mirë, se ai na do dhe e di se çfarë na duhet. Lutjen ton i ja drejtojmë me fjalë. Ty o Zot të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Bekuar qofsh o Zot i gjithëpushtetshëm, mbret i gjithësisë, se ti nuk na ke përbuzur as nuk na ke larguar për shkak të mëkateve tona. Por na theret që ty të të njohim, ty të të duam dhe ty të të shërbejmë. Ty o Zot të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Ti je o Zot i mëshirshëm dhe na ofron dorën tënde të mëshirshme. Bëj që të shkojmë pas teje dhe kur të mos shmangemi nga rruga e jetës. Ty o Zot të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Sot e lavdërojmë ringjalljen e birit tënd të dashur. Bëj që këtë ditë ta jetojmë në gëzimin shpirtëror. Ty o Zot të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Jep na o Zot shpirtin e lutjes dhe të falënderimit. Që në gjithë qka të falenderojmë. Ty o Zot të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Ati ynë që je në qiell, u shetroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj i gjithëpushtetshëm dhe i mëshirshëm, dëbo prej nesh çdo pengesë në ecjen tonë kahti, që me qetësi të shpirtit dhe të trupit të mund t'i kushtohemi lirisht shërbesës sate, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen.